sa herë që përdorim ujin në shtëpi, ai largohet përmes gypave. Në opsionin më të keq përfundon në lumenj pa u trajtuar. Në opsionin më të mirë shkon në impiantet e trajtimit ku trajtohet para se të kthehet në lum. Por pas këtij procesi mbetet diçka, llumi. Llumi është materiali që mbetet pas trajtimit të ujrave të ndotura. Në Kosovë vetëm 4 impiante, në Pej, Prizren, Gjakov dhe Skënderaj, prodhojnë rreth 1700 tonë llum çdo vit. Dhe kjo sasi po rritet me impiantet e reja që po ndërtohen në shtete tjera. Në thelb, llumi përmban lëndë ushqyese dhe materiale organike që mund të përdoren nëse menaxhohet si duhet. Sot, shumica e këtij llumi përfundon në deponi ose thahet në vende të hapura pa asnjë kontroll. Vetëm pak impiante si AIP-s po e shfrytëzojnë për prodhimin e biogasit. Pa një plan kombëtar, ky material me vlerë përfundon si mbetje. Kur llumi nuk trajtohet si duhet, ai mund të ndodë tokën dhe ujin, duke krijuar rreziqe për natyrën dhe për shëndetin e njerëzve. Në vend që të jetë zgjidhje, kthehet në problem. Çdo tonë llumi i hedhur është një mundësi e humbur për energji. Por zgjidhja është e qartë. Kosova mund të krijojë qendra rajonale për trajtimin e llumit, ku ai kthehet në energji të pastër, përdoret për rehabilitim të tokës dhe për pylltari e gjelbrim. Kështu, ajo që sot shihet si mbetje, nesër mund të bëhet burim me vlerë për njerëzit dhe për natyrën. Kosovës i duhet një strategji kombëtare për menaxhimin e llumit, sepse llumi nuk është mbetje, është burim. Le ta shfrytëzojmë për një Kosovë më të pastër, më të gjelbër dhe më të qëndrueshme.